Një shtetës i paraburgosur ka ndërruar jetë me ditën e sotme në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale në Shkodër. Sipas njoftimit të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, viktima është Nikola Ionut Erion Deliver, 20 vjeç, lindur në Romani dhe banues në Shkodër. Ai është arrestuar me 7 tetor 2024 dhe mbahet në paraburgim që prej 10 tetorit me masën e sigurimit arrest me burg për veprat penale vjedhje me dhunë dhe prodhim dhe shitje e narkotikëve. Gjatë paradites, njeriu është konstatuar nga personeli i shërbimit në gjendje të rënduar shëndetësore në dhomën e tij. Menjëherë është njoftuar stafi mjekësor i institucionit, i cili ka konstatuar parametra jetësor të ulët dhe ka rekomanduar transport të menjëhershëm në spital. I paraburgosuri është dërguar me urgjencë në spitalin e Koplikut, ku gjatë transportit dhe në urgjencë i është dhënë ndihmë mjekësore, por mjekët kanë konstatuar ndrrimin e jetës. Autoritetet kanë njoftuar organet kompetente dhe kanë nisur procedurat për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, ndërsa drejtoria e përgjithshme e burgjeve thotë se po bashkëpunon me institucionet përkatëse.